vetëm 17 vjeç kur mori armën për liri. Nga beteja e Logjës deri në betejën e lavdishme të Kosharës, Fatos Çeku rrëfem për herë të parë kujtimet, sfidat dhe momentet e luftës që i ndryshuan jetën përgjithmonë. Unë po ndihem shumë e nderuar që sot kam përballë veteranin dhe invalidin e UÇK-s Fatos Çeku. Fatos, faleminderit shumë që pranove me nda sot rrëfimin tënd me neve. Faleminderit edhe për juve. Me aq sa kam dëgju, ke qenë shumë i ri kur ke vendos me u kyç në ushtrinë çlirimtare. Apo më tregon pak çysh e more çat vendim? Pse? Po, kam qenë si 17 vjeçar, kam qenë në vitin e 3 në gjimnaz. Vetë fakti kur filloi lufta e jasharëve në Drenicë me vrasje e familjes Jashari, të thotë ishte një motiv më i madh për mi dalë zot këtij vendit. Faktisht në atë kohë se gjimnazist, për këto fshatit që shkruajmë edhe shkolla ishte afër këtu, ka qenë një vulkanizer. Aty kom pas shokun e familjes Dragaj Katunit Ri, dhe një ditë për një ditë e shoh në fshin Jani këtu një Arif Kelmendi, kishte filluar të çonte ndihma në zonat luftarake në Drenicë kryesisht, në Zbic. Unë ndëgjoj ata duke folur për atë pjesë, ai ishte vetë të shku si vozit i kamionit dhe unë i hypi në kamion me dhunë. Thonë nuk zbriti prej kamionit, du marrë me ty edhe thjesht du me pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës live, me sytë e mi. Ai nuk do i kemi pranu në asnjë mënyrë me marrë mu me veti, shkaku i moshës, shkaku i fqinësisë, jemi këtu afër, pa djenin e prinve, por kokë forcia ime nuk i kom zbrit dhe kemi vazhduar në për post bloket policisë, ndalet të në maltretime dhe kemi mrrit deri në zonën luftarake në Zbic. Aty kemi quar kontingentin e parë me ndihmë, edhe për herë të parë aty kom pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës, vetë me sytë e mi. Çfarë ndjenje patët? Kom pas një ndjenje shumë të madhe, ishte një gëzim shumë i madh kur pa ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por ishte edhe një ndjenje jo e mirë se shumica e popullatës aty ishin civil dhe nuk ishte armatim mjaftueshëm, se unë tenktova mos më kthy më nal atje, por me asnjë mënyrë ata nuk lejuan më nal atje, na falenderuan shumë për atë ndihmë të cilën e qumë na dhe na u lutën, se sa të mujmë tuti është një ndihmësi e madhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Masanej kur u kthym këto, unë s'kisha treguar as familjes, as kërkujna, vllavë të dytë Avdis i tregova. I thash, jam kon këto, jam kon në Zbic, thash edhe unë në asnjë mënyrë nuk du më nal këtu edhe veç du me vazhdu në betejat luftës. Pastaj filloi lufta në Glogjan edhe me rifatin me vllahun e generalit Skënder Çekut, komandantit ton. Biseduan bashkë edhe ai e kishte ndarë një grup për më shku, por nuk do ishin me marrë shkaku i moshës. Isha i ri, por kongulja ime ish veç më shku dhe mos më nal. Kemi vazhdu këtu nga qysh, kur ram dakord, une me Rifatin, me Besim Çekun, me Avni Çekun, me Vietnam Çekun, edhe një nipash i Jani i Trubovcit, Dervish Osmanaj, kemi marrë rrugën, prap pa e ditë familja ime. Kemi marrë rrugën për Glogjan. Kur kemi shku këtu të kemi Bistricën afërshëm, jemi takuar me një aligashin, edhe ai na ka marrë me qertë koale, dhe na ka quar deri Njerëznish. Njerëznish, familja Çeku ka familjarët vetë atje, jemi 2 familje, në Qyshk edhe Njerëznish. Me mbiemrin Çeku, jemi 2 shtëpi. Një shtëpi atje, që kanë qenë përpara shtëpia e Ahmet Çekut këtu, edhe shtëpia e Abdyl Dautit atje. Masanej fillimisht jemi nal te shtëpia e Gani Çekut, dhe kur na ka pa Bacagani është gëzu shumë, se vetë djali i tina dhe familja tina ishin të kyqën në luftë në atë kohë në Glogjan. Na ka orientu edhe na ka na ka tërgu se ku është shtabi i përgjithshëm në Glogjan. Faktikisht, Rifati kishte kontakte me ta, puna e Skendës, e Skenderi ka qenë i kyqën qysh herët, prej ilegale me udhëheqjet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Aty jemi taku me Ramushën, e kom pa për herë të parë Ramushën, ma kanë prezentu se kjo është komandanti i ushtrisë çlirimtare për Dugazhin. Edhe nav ka lutë, na njofë si familje dhe kontakte se i ka pas me Skenderin Ramushi, nav ka lutë se ti marrim nga një pseudonim cilin ta dojmë na vetë, shkaku se i kishim familjet këto, mos t'i bujmë dëm fshatit, mos të rrezikojmë bashkëtarët tanë, edhe na vendosen me marrë ka një pseudonim Hasin edhe deri te i fundit. Ngjarja se jemi të Hasit, apo kupton me atë thanën e vet.
Masa nej, po ishe pa mundër me majt atë punë të më shef, se takoj isha njerëz, se i kom pa këtu, i kom pa në qytet në peje, njerëz ndryshëm, po Vietnami ka qenë se një futbolist, se ka lujt shumë në për liga dhe njëfshin gjithë, gati krejt rafshi dugazinit, me një arsye mu i me thonë se u zbulum, kush jemi, po se kishëm atë problem, po kishëm me të frikën të do diska të familja. Masa nej për një kohë të gjatë, ndoshta rreth 3 javë, një muaj, jemi stërvit atje një pjesë që s'kemi pas një urim, armatim, sikur rasti im, që tjetë kanë qenë krejt matë vjetër, gati të jemi shërbim ushtarak krym, unë s'kom pas shërbim ushtarak, as s'kom ditë thjesht me thonë s'ka është arma në atë kohë, po jemi stërvit për disa ditë, derisa në ka ardhur radha për më shku për armatim, për furnizim me armatim në Shqipëri. Mbilem kujtohet një rast, Ramushim, kur ka kuptu moshën time, më tha, ti ki mu bo, tha, ushtari më i miri, i kësaj grupe, tha, dhe ki më qëndru gjatë me mu. Edhe unë po qeshi, thash, po nëse kom jetë, kom ymër, pse jo? Absolut. Tha se gjitha komanda, gjitha gjera, tha, dhe të mësojsh në gjuhën Shqipe. Jo që kemi mësu në serbo-kroate, ku ta di tjetër unë. Që ka me konë ma e letë në këtë. Fakt, e vërtet është ajo. Edhe kujtohet se një disa harja kom rru dhe kokën në shtabin e përgjithshëm komandantit Ramush Haradinaj, ka qenë shumë i afër me ushtarë, ka qenë shumë bashkëpunues, ka qenë shumë motivues, do të thonë të ka jap kurajo, të ka jap zemër, me hec vetëm përpara, mos me pas kthim mbrapa. Më kujtohet edhe një rast sa kemi qenë në Glloxhan, se aty çdo ditë është bën ngritja në mëngjes e flamurit edhe zbritja në mbrëmje. Edhe më kujtohet kur do ishim me zbrit flamurin, ishte jetë litari lart sipër atje maje shtyllës, edhe nuk më ishim me zbrit flamurin poshtë jetën. Isha shumë i ri edhe isha shumë vital, edhe në gjitëm dorën kom deri në sipër atje lart e qes në të farë rrethën e vetë litarin, e zbritën flamurin, nuk gëzu shumë Ramushi. Mandej, vendosëm unis, më shku për armatim, një grup dikon rreth 250 vetëve, qësh i niqën ata me njerëz të vetë që i kanë pas, që i kanë njoft rrugët. Në më thonë, prej Glloxhanit në për ato fshatat, asaj dhe grama qele me dalë në rek keqen, edhe më kysh në për babajt boks, me dalë në Tropoj. I kemi bo një rrugë shumë gjatë, tepër gjatë, se kur ju kemi afru kufirit afer, njëri për prizve se ka qenë në atë kohë, nuk e di kush ka qenë, po në atë grup ka qenë edhe dëshmori kombi Shpend Malej, se është vra ma vonë, dhe Shpendi ka qenë me një pjesë tjetër, të e udhejsh rrugën, se për Shpendin ka qenë e rrugën njëshme, se ka qenë hera e dyta, e treta, duke shku për furnizim të armatimit. Një njeri aty është mënu me në qitë në kurth. Në ka qu drejt Karaullov, krejt ata njerës ka imi konë. Kur imi afro afer, ne kemi pase, ushtria serbe, ka qenë Karaulla aty në dhe ata kanë fillu me zbras fishek zjarë, ndryshu se natën me në pa neve, kur jemi, edhe aty u boni të lovish shumë e madhe, janë nisi njerëzit mi ka panike madhe. Na me veti e keshim një armë, do më thonë ne si grupe jana, familjes tonë që i ku shka ishim, së bashku me dervishin, e keshim një pushë dhejqë, edhe 2 revolë dhe një bombë, s'keshim asgjë tjetër se. To i majshim vishë për shkaqe sigurisë rrugës, se në ndodhe që ka me mujtë më mbrojt deri sa ta fusim kokën dikon. Edhe fati jonë është se Shpendi e ka përdorat metodën e vetë, po edhe dervishin një pashë jonë, se ishte në grupë me neve, ka qenë rrugën njohër për ta, ka qenë 2-3 herë asaj rrugë, edhe na kanë orientu më shkum një drejtim tjetër, se ka qenë shumë e mundimshme, ka qenë një përpjecje shumë të naltë, krejt me gurë rasa, se shumica e njerëzve ka imi nxit, imi ra, dhe ka njerë të poshtë, imi lomit krejt deri sa kemi dalë në pjesën e kufirit Tropojës. Kemi arrit dikon ka ora 6 të gjysmë mëngjesit, ishim të lodhun, të taskat pitun, pa hongër, pa pi, edhe shumica prej neve jemi nalë në përshpia se ne hapshin banorë të Shqipërisë, ne hapshin në dyrt me pushu. Unë për veti me Amninë dhe Vietnamin jemi nalë të një familje në Tropoj, na ka lap me hongër me ato që ju kanë jetë në mbrëmje, edhe thjesht kom pushu një 2 ose 3 orët. Masa ne, kur imi qu, familjarët e tyre na kanë të regu se këtu është shtabi kur përshkoni vendi ku keni mu pajis me armatim, edhe kom shku atje, disha se i gjoj rifatin e besimin e këta tjertë i gjoj aty.
Jo shku aty, mull edhe i lypsha me sy ku pe takoj Dervishin, Rifatin, të atjert, edhe me një moment e shoni kamion, se vjen me rimorkjo, me ceradu shtarake, duke hirë mbrapa, edhe kur dela i person, nuk e shisha kështu me ftyrë për para, po në profil, unë është kur më kthejet për para, e shoh Skënder Qekun. Tu e hap kanatën e kamionit, se sjellë armatim, sjellë ushqime, sjellë rroba, edhe kom rapu shumë shpejt se u gëzova shumë kur e pava Skëndën, sepse nuk e besojsha, nuk e pritësha se kom e taku Skënderin, se ishte rrethonat ashtu se nuk kodash me ditë as tonë as kërkosh ku është Skënderi, se unë faktikisht për Skënderin e kom ditë se Skënderi dikon rreth 3 vite para asaj kohë ka pas një aksident shumë të rënd, dhe ka pas me një djalë të shokut vet, djalin e Magjon Shalës, se kanë qenë kolegë të punës, me një vetur, kanë qenë të vëzit e lutë Skënderin, a i thët, a që Skënder ma epë veturën, se i mësu me vëzit, e ku marrë lejen, ata bojnë aksident edhe Skënda thuja se o koni pa levitshëm për shumë vite, kon shumë i lëndum, në dorë, në kokë, edhe nuk e kom prit, nuk e kom besu se Skënda është as që i fuqishëm me hapat kanata dhe me kap ato për adurve, dhe më ishtë një bevasi shumë e malë, një gëzim shumë i malë për mu. Në ato momenti kom shku, kur më ka pa, se Skënda më kalon dvogël mu shumë, kur më ka pa, më ka thirë nemen e ka pa me një herë dhe po më thëtë, tha, me këni ardhë i të regova. Tha, ty të kara hisë e marë këtë? Tha, shposkin. Kom bardhë është për vullnetin me motivin më të madhe. U gëzu shumë pyti me këni ardhë i të regova tani. U bashkum shumë shpejt atë, se edhe ata kishin qenë atë rrethim, po kishë shumë ushtarë se ishin ardhë me marrë armatim zonat ndryshme, vendet ndryshme, fshatrat ndryshme, ishin të në onë, një të hapun, dikush të pastru armë, dikush të hapë fishek, të pastru karikatore, tjera se ato kanë qenë krejt me kalamaz, me vaj, dashke mu pastru, mu përgadit me konë krejt në gjendje gatishmërie, për me vazhdu tutje, edhe do më thonë, Rifati, vllai Skënderit, ishtë qëllimi se na vish më armatosë dhe mu këthim rapa më armatim me njëherë, mës me nejt as një minut aty. Na faktikisht kemi nejt vetëm natën e parë, deri sa jemi pajis me komplet armatimin që kemi pas. Në mesin e tyre ka qenë edhe vllavi Skënderit, Astriti, cili është në Holland, edhe ajo është këthy për Hollanda, ajo konë aty. Astriti faktikisht nuk më ka njohë fare, heq, kur e ka kuptu kush është, nështë e ka fillu me qajt. Të nesër, mas dite dikon rreth orës 1-2, i kemi ngarku ato armë të gjithat në një kamion ushtarak tjetër. Ne ka marrë Skënderi një kamion se në Mesajla, për zona malore, me pas vende ku në këshia, zgjatës sajla, lidhet në përlisa ndryshme dhe i ndimon kamionit mund zhitë për pjetë, mi kalu rrugë ku jenë me kaldreme, ngropat këshia, ku ta dion. Edhe Skënderi ka pas rolin e logjistikëve, se Skënderi, në më thonë, ka qenë i kyqur herët, qysh në ilegale, edhe mund të them se shumica e komandantëve në Kosovë, se janë e të Shqipërisë, me Skënderin e ka njohë shumë herët. Shtëpia e Skënderit në Dërs, në Shqipëri, ka qenë kazernë. Ka qenë kazernë e hapë, nuk ka politikan në Kosovë, mas luftës, e ushtarët ushtërisë ligjëmtare të Kosovës, komandanta, zavendës komandanta, se nuk kanë fjetë në shtëpi, nuk kanë hongër në shtëpi, nuk kanë marrë armatim në shtëpi. Skënderi ka qenë i tillë. Edhe Skënda ka pasur rolin e furnizuzve në atë pjesë me nejtë, veç me furnizu, jo me imrana në Kosovë, po Skënderi ka qenë Skënder se nuk ka pas qefaj, veç me pro arme ose me buk, po ka dash drejt për drejt mu balavacu me forcat serbe, se i tillë ka qenë edhe para lufte, ka pas edhe aksionet tjera se ka ndërmarrë Skënda këtu para lufte, rastisht nuk është largu prej Kosovës, se ka qenë shtëpia tina, familja jam përgjithësi e Qeku, ka qenë epicender e forcave serbe. Kemi pas shumë herë tortura natën, orë policore, kontrolla, pa ndërprej. Ka thonë Rifatit, ti kemi nejtë këtu, edhe unë kthejna. I e kalon detyrat edhe përgjithësitë Rifatit, në kanë mi vazhdu komunikimet, edhe Skënda ka vazhdu me grupën tanë, si mi konë rreth 22 vetëve, si mi këthy mrapa me armatim për Kosovë.
kemi bo një rrugë shumë të mundimshme, se me atë kamionin, kur nisëm ai kamioni shkoj deri, me thonë një pjesë në të shumë shkurt të rrugës, se tereni i cili u dashke për me vazhdu, ka qenë ma shumë për kom, ose me bartë të armatimit, me kuaj, gomar, e tjerë, ku ta dijone. Dhe në atë moment, kur jetëm në me një zonë, kësë mujke me levizmu kamioni, ishtë një zonë pa përshtatshme dhe po skenda me gjithshmërinë e vetë edhe me përgjësit e veta, si kish me një urit e veta, arriti me shku ma thellë me një fshat atje, bisedoj me fshatarë, edhe arritit në siguroj disa kuaj, dhe me thonë ata kuaj, i ka blej me pale, po i ka blej me pale vetëm me shku edhe mu këthy, do dash prap me u këthy fshatarëve. E ka gjetë atë formulën e vetë, në kanë ardhë, kuajt në kanë ardhë gëbartë, hera parë ishë për mu me lidhë një samarë që thunë se s'kom lidhë korë, s'kom ditë, me kuaj kom përnu si fëmi, po kuptam, për me ngarku s'kem ditë. E aty fatmirësisht i kemi pasë, djemë një hamës pangjaj, e dy tjerë se kanë jetu në për bjeshka, kanë pasë si përvoja tilla, se kishim shumë armatim. Në mesin tonë, me armatimin e fshatit që ishë edhe binak dine e Raushriqit me disa ushtarët vetë, se edhe aje kishë armatimin njëtin vend me neve. Edhe ishë qëllimi me Skenderin, se kanë qenë shok në ngusht ilegaleve tjera, më fut bashkë me njerë në Kosovë. Po, nuk ishë kuaj sa kishë armatim. U dashke të ngarkomi të ne vetë, në peshë mbi 50 kg. Dhe krejt atë armatim me marrë me veti, edhe me prunë Kosovë. Kemi tentu fillimisht skenda me hartë, me busollë, si ushtarak, i mirë fillët. Tentu mirani rrugës, ma shkurt, me dalë në rrugë Ovpejës. Po, ishe pa mundshme ajo. Provum plap me dalë dikon të mali zi, atje ishe pa mundshme. Edhe vazhdum rrugën e vjetër, ka erdhëm na. Se tani veç e mësum na rrugën, e deshim rrugën ka kemi më këthuj. Po, kemi bo dikun rreth 2-3 net me arrit deri në Dujak fillimisht. Kemi kalu në për Babajt Boks, bile kur kemi arrit në Babajt Boks, aty kemi pa 2 gomarë të vlamë me Samar, që kanë vra forca serbe, edhe dhe me thonë nuk ish siguri as e dur me kalu dhe ne, po ishim përgaditën edhe u dashke me vazhdu tutje, edhe kemi shku prej Babajt Boks në Dujak, kemi nalë aty kemi pushu një kohë shkurt. Mandej kemi vazhdu prej Dujakës, jemi këthy në Glogjan. Kur jemi arë në Glogjan, vllavi i generalit e Gemqekut Besimi e kish pru një kamion për këto për qyshkut, se e kanë pas vetën e kish hek për qyshkut edhe e kish fut në zonë të luftës atje më shërby për ushtërinjë çlirimtarët Kosovës, çfarë do nevoje që ka. Kemi marrë ato arme prej kuajve që kemi pas, edhe tonat, edhe të Raushriqit, në Binaku se ishte me do bashkëluftetarët e vetë, i kemi ngarkuar ta, edhe kemi fillu për me arrit në qyshku. Këtu mos të harrojmë se neve në kanë zonë beteja në betejën e parë të Logjës. Po do të thotë, na nuk e kemi pas në plan më nalë betejën e Logjës, se me Skenderin i kemi bërë planet dhe Skender ka pas planet e veta në luftën të fillojmë këtu në qysh ku jemi. Ka pas strategjinë e vetë, ku mi hap logoret, ku mi hap kanalet, ku mi boj stikomet, kush ka me pas këtë pozicion, po fillimisht qëllimi ti ka qenë mi hek gra e fëmi, mi hek priktujt komplet, mi largu ka një mashkull ose 2 të familjes, një familje se i ka 3-4 mashkull, 2 më shku me familje, 2 tjerë më nalë aty, po gjithë me dëshirë, jo më dhunë kërkush, vetëm aj kush dënë. Po fatkeqësisht ajo nuk ndodhi për me fillu luftën këtu në qyshk. Ne me 5 korrik në 98-ën, kur më rrim Glogjan, Skenderi deshti mu taku me familjen Haradinaj, por nuk mujti me i gjetë aty, nuk e arriti qëllimin mu taku me Ramushin, as me Dautin, as me kërkan. Por vazhduam, vazhdojmë qyshk, i qojmë armet, i bojmë bazat, jemi në kontakt me ta, e nisim bashkarisht me ta, letjon djeni edhe ata, po neve aty për aty, kemi më rriti kun në ora 2 të natës në shpinë e Binagdinaj në Raushiq. Aty kanë dalë familjarët e Binakut,
Do më thonë, ishim tani vetëm na, familja janë Qeku shka ishim do bashkë luftetarë tjerë me neve, ishte Smajli, Gania, Adnan Spaheu, Beni, kush ka qenë tjetër luftetarë të Raushicit, do më thonë Vietnami, Avnia, se mona dikuj me harru emrat, mos më kujtu, sholla nuk... Normale. Kërkojnë ndjesht nëse dikujna nuk, për momentin nuk më ja thëm emrin. Po gjitha ajo grup që kemi qenë së bashku, aty me nalën e Odën në shtëpinë e Binagdinaj. Nuk ka arrej kur, jënë qu shumë shpejt, kishin një do pite se kanë hongër në gjysa, do buka, shumë shpejt në kanë ushqy, edhe ishim të lodhën se cili ishtë interesi janë me pushu, me kështu tani të nesërmën, apo mas nesërën, me vazhdu na për qëllimin tanë cilin e kishim. Se ne i kishim edhe do djemi, kishim Adnan Spahimu që përmena me herët, edhe ishtë në grupën e Skendës, që ishte bashkëluftëtari i Skendës, por edhe i kishë marrë një pjesë të vetën të armatimit për fshatin e vetë Dubov. Se i ka pas, se cilë dhe me thonë me qëllimin e vetë me furnizu një antar të familjes, një bashkëfshatar të vetën, se ta ketë armën e vetë. Edhe në ora 6 dikun të mëngjesit, vetëm kemi qenë në gjumë, duke fjetur, ka fillu luftimet në betejën e Loqës. Skenderi o që me vrap, zbashku me Binakën një grupë tjerë, kam dash me shkollën me tanë nuk më kam armë, ka thonë me nejtë këtu të kamionin, se kamioni ishë full me loj armatimi, edhe nëse ka nevoj, vjen ai djalë, se është vullnetar, pavarësisht a e njef, apo nuk e njef, jepja armën veç është ai se luftan. Pavarësisht ato armë ishin dediku për familjarët tanë dhe bashkëfshatarët tanë në përgjithësi, se vetëm familja janë, s'kish mujt me bukur gjë, po bashkëfshatarët tjerë për rreth, shokë, miqë, dashamire, kushëre, që kem afër këtu. Edhe atë ditë, në më thonë, ka qenë një prej beteja me shtatë më të forta, ditës parë. Ju kemi bashkan gjitë edhe na, dikur ma vonë, orës 10, 11, e lam kamionën, se lam njerës Binakut aty, edhe na interesoj ke shkaku i Skendës, u bum bashkë aty. Pile është një moment, se ndoshta Nazmia e ka thonë ma herët, e di se Skenderi kur është fut në logjë, e në himbrana se logja kish pa qenë armatosnë pak para neve dhe të përpara, kish pru armët e veta dhe i ka po shpërndamen për do pikat njerëzve se kanë qenë besushëm, edhe ka ditë që janë tamam besushëm. Ju ka ja po armët e njerëzve, edhe Skenderi o konë gati ka vritat nga shoku i ngushtit tina, nga Nazmia. Se Nazmia ka shtin ta... Që e mendon për... Po, ka shtin ta se ju kanë thonë se forcat serbe, pa afruan nene, pa aty fati ka qenë një vije ujtjes, edhe Skenderi u shtrin ta dhe ka bërtit me të madhe mos qëtë, edhe e ka njof Nazmia në zonë. Do të thëtë, ne kemi vazhdu në betejën e Logjës aty, Skenderi ka qenë një njeri se nuk ka dasht as një minut me pushu. Ka qenë shumë i unë për shlirimin e Kosovës. Ka njëherë, thësha me vetë vetën, ndonë me na mytë krejta, për kuftan, s'na leket qitë. Kishë qërë më sulmu çdo ditë. Shumë herë kemi dalë deri në buzë asfaltit, konvojët kur kanë kalu, kemi sulmu në ta, edhe u këthejsh. Aty, për disa njerëz nuk ishte mirë, se logja si logjë ishte luftë, por lufta se donë kërkosh, apo kuptan? Se për të ke mirë një pjesë e madhe njerëzve, më kujtohet ka qenë një shtëpi e serbit, aty në shtëpia Pavicit, kur imi hi, në ta se preja tytë në kanë sulmu ma shumë të izdare preja se i shtëpia, po tani u të reken forcat serbe se ishim ballë për ballë me ta, edhe Skenderi as një minut nuk u nalke. Po çdo herë donte veç stolm. Ju jeti qani lidhun aty në serbëve në barë. U futëm na, e kontrollu ma shpi, qka ka, qka s'ka, nuk ka arrej kur Skenderi, mledhi do albuma, se ishin aty tha rujmi që to, pëse interesej ke fotografit mi pa, apo kupton se tash më të vërtet, edhe për neve ka qenë vështirë dhe ka qenë mbyshysh, më thonë, Shërbimi Jugoslav ka pas njerëz edhe në mesin tanë, se ka stër vite, ka qenë kohë e gjatë, 100 vjetë e kupim. S'ke mujt me ditë as kush është, as ka është, as kur gjo aty.
Edhe do i kemi ditë mos peshet dikonit njofshëm në ato foto se ka bashkëpunu me ta aty. Dhe beteja e parë neve në nëzoni aty 6 korrikun. Mandej, ne i morëm do arme për mi pru këto, mjavlon familjarëve tanë. Erdhe me Skenderin dhe me do bashkëlutetarë tanë që ishin me neve. Mrapa këto kësaj shtëpie, ku shtëpia General Skenderit Knenaj, erdhe Skenda këto takoj babën e vetë, Mizin Haxhi, Mizin Hasan, babën e General Takim Qeku, se kanë masakrun masakrën e qyshkut. Edhe lypi mi taku shumë djemë, 3. Edhe mi bind ata djemë 3 se duhet mi bashkangjitë ushtrisë ligjimtare të Kosovës. Se maj sigur t'je nëse jenë i rështum në rrethin e ushtrisë ligjimtare të Kosovës me një armë në dorë, se sa nëse rrin këto civil i paarmatosur, se e dite shumë mirë Skenda që dhe ke lufta ka më zgjatë, edhe dasim pa mish, edhe luft pa gjak, nuk ka kërkun. Nëse ne nuk rështohem i madhe i vogël, krah ushtrisë ligjimtare të Kosovës, neve kanë me në hongës qatë të vrarë, edhe ashtu kanë ndodhur në shumë vende, në shumë masakra se i kanë bu. Thonë Skenda i ka ditë shumë mirë këtë punë. Kemi nejtë deri më brami këtu, po hala nuk i krymë punë të cilat dhe kemi kry Skenda. E më kujtohet se ju ka thonë të zgjidhve këtu se ne po shkojmë, po kthejem prapë në lozhë. Edhe unë nisë me mu se bashku, kemi flejtë në misë që të është ara një kushërinit Dims, kemi marrë një navil këson, në një poshtë, në son kemi flejtë deri në mëngjes. Se s'de kemi ditë kërkush që jemi këto, se ju tot këse, edhe në fshatin të dhe në fshatrat për rreth dhe gjithkon, ka mujtë me pas dikur se nuk e dëshiron luftën, nuk e don luftën, ka pas gjithë, ka edhe aty është qëllimi kryesor, na mos mi bëu dëm fshatit si fshat, edhe mi dëmtu fshatin si fshat, po qëllimi janë ishë me kry punën, me armatosë dhe mu kry prap atje ku ishim nisë. Po që që thashtë edhe ma herët, Skenderi nuk u nalke asë një minut hisë, në asë një ofenziv, ku kish ofenzivat tjera në koordinim me Ramushin. E më kujtohet në thirin për forcime, me shku në Voksh, në Prilep, i kemi pas do radio lidhe, i kemi sjellën për Shqipërije këto, edhe njërën për ty në e kisha une, e kishë Skenderi, njerës caktoma dhe më thirë mu në radio lidhe, e më thërë shumë shpejt me artë të gjamia, se kemi më shku për forcime. Unë uniformën e kësha la, se ishë zhyt, ishë bo me lash, ishë bo me pluhën, ishë bo me zvet, edhe shkojnë robat civile. Ku shkojnë robat civile më bërtet me të malën, edhe më thëtë ku përshkanë. Pa më thire, komandant, tha po, ku i ki uniformën? Tha uniformën e kum la, është të lakt. Tha shko veshet lakt, edhe ktheje shumë shpejt tu, tha ma mirë është mu vrathë në uniformë, se mu vrathë në robat civile. Edhe ashtu ndodhi, u ktheva e vesha, edhe u ktheva. Ofenziva e dytë e Lozës ishte prap në favor tanën, se forcat serbe dominojshin në çdo mënyrë me thy Lozën, edhe sidomos pikën tonë ku kemi qenë na pozicionum, se ka qenë pika ma kritike e aty në beteja në Lozë. Shkaku, edhe vullneti, edhe përvoja e madhe, edhe e General Skenderit, po edhe nga bashkëtarët e tine, dikur e nisë me hek, edhe frigën, edhe sen e tjera, çdo ditë betej mas beteje, kriz mas krizme, ku mësum se cili moda nuk e kishe mas problema, vritëm sada nesa, mas nesi, kaleja jo iki për ndjenja komplet. Nuk e harrej, fillon mu zbrazë rezervat e ushqimit, nuk ish mill, ish korriku, ngrënijet ishin pjek, edhe ne dishtim se logja ka kombaja, ka gjera, që mundet me fshijat grën, edhe me qumë, atër qarkullojshin kamiona e kere, ka qenë si destinim Malisheva, që ishin do mullina ku punojshin o punojke ngrunin mill, e lyfem një kombaj me në japë, nuk dyshin me në japë, edhe për thomë Skenderit, ata kombajnë e javin, po unë e di se s'në ka dujnë marë, s'në ka frigohen me hypë në kombaj. Thash po ata vishtë të japë në kombaj, dhe unë e fshi grunin, pas një problem.
Nuk e kom atë të larë, se unë jem rrit vetë në traktora, në do bagela të vëgjile, kisha një eksperiencë, a e kombaj ishë edhe pak edhe ma e letë se sa ato, me punu me to. Edhe, çdo ditë, dëshira tina ishte me hap koridore, me hap kanale, me hap istikome sa ma gjatë. Strategji e tina ishte prej këti istikome i kalon tjetër, se granata Tarzan këta e prish kanalin tjetër, po e kemi tjetër, duhet me pas tre mbi kokë, se ishim natyrë, ishim të hapun komplet. Luftimet ishin tash për shumë. Edhe e sigurum në kombajen, e të prunat, në edhe në kombajen, e kom hypun e të vëzit do bashkë luftetarë të mitë se kanë qenë, aty një Nur Gashi, Bekimi e tjerë, ata i mbajshin ato për thasht, me grën, po forca serbe në këshin vrejt, edhe ishin konë të gjujt, edhe të granatu, po zhurma e kombaja se madhe shumë, unë se kom nija, s'kom pas ide se po granatojnë, këta të thirë, dhe isa ka normë kanë dalë me para, ikë se prej kombajes e së rani kombajes, dhe aty ka jetë kombaja, së deri mas luftës, pjesë e kohë deri mas luftës. Po, Skënderi motivaj, murë shumë djemë të fshatit me veti, na u mobilizu, na u afru. Djemë, Sami Qeku, shambull, Fadili, Afrimi, na ka ardhë Hakia. Ka pas shumë djemë tanë familjes Qeku, që në bashku, rrështë Skënderit, deri në momentin e 15 gushtit, ju thash se në asë një mënyrë ai nuk është nalë. Qëllimi tina ish, me një fjallë me thonë me vrasë sa ma shumë, që ishim blëfosën ta, kishë vujtit kësia, për jetimet kësia ka pas për të në, edhe donë të shlirimin shumë. Donë të shumë. Me 15 gusht, neve që është me nëgjes, e sulmojnë pikën tanë për avionit. Me aviona në sulmojnë. Del Skenda, për drejtare, edhe sulmon, e godet njonin avion. Edhe prej ati minutit nuk e nalë asë një minut për gjitha anëve në kanë sulmu në betejën e Loqës. Pi podit kështoja vërë deqen. Zagermen, bazat ushtarakët sërbe kemi pas për balë, ngërës defësin e kemi pas me shpinë mrapa. Për gjitha anëve, për fabrikës e sheqerë, kërë i thujmë në sheqerana, helikopteri në stop ka nejtë në nga sulmu, snajperista. Grandet timet kanë qenë pa numërta. Dhe i sa ne i ka rëdzu me gjitha që kemi pas me mure, me shtikome, me çdo sen kemi jetë në për do kanalet vëgjel, tu gjuj këto i ka nej. Prunë dhe plagat a kthejke me njerë aty ku godit që ato senzorët e vetë që i kanë ushtarak, aty ta kthejke goditën shumë shpejt. Është ta më me thonë mërë në 15-20 sekunda. Po dash kemi vepru edhe me nru pozicion. Edhe, unë e këmë qenë jashtë, dikun është ta një 50 metra larkë Skendës, me një stikom ku ka qenë një hapur, edhe këmë pas më bëroj do bagrejna për para aty. Skenda dhe Gania kanë qenë 2 me një stikom tjetër, në krahun e djathtë timin, edhe ushtarë tjerë kanë qenë vazhdu pjesa e djathtë komplet. I fundit këmë qenë unë në krajin e majtë, atje këmë tha Skenda më shkua, atje shkova. Por granatimet, bombardimet ishin panelshme. Deri sas me ndëgju nuk ndëgjojsha. Absolut. Me po, me ndëgju jo. Ai Skenda i shkon të më thirë, s'kom dëgju, ushtarë, më ka kopë, mrapa, shpinë, po të thirë, ose më ka një kur gju. Absolut. Edhe më ka hekë, më ka afru të vetja. Mas një 10 minuta vdekon më ka thonë më futë mrena se dhe na po futëm se është e pa përbalushme me qenëru komplet krejt në këtë pjesë ku jemi këtu. Kemi pas kanalin atë pjesë Skenda aty, komplet muri që shka qenë i thymë për funi edhe më futë në bërë shtëpis, për në erzunjeve edhe murin për para. Në atë moment se e më hion e prit se po vjen Skënderi. Nuk ka heqvis kur i këmë pa. Adnanin, Gazin, e pru Skendën për adur, Plevosën, me Ganin.
Dhe qysh, ta thonë vërtetën, filloj me ra pak morali, atë se nuk e pritësha, ta thonë dëshirën më të madhe, më qef këm pas mu më kapë se ata, se ka qenë një njëri me pravoj jashtëzakonisht madhe, ka da shumë këtë vend, ka punu shumë për Kosova me pas ushtërinë e vetë, me pas policinë e vetë, me pas shtetin e vetë, e parë se ishte plagos keq, shumë keq, edhe ga një me të, vetë dije kishte të plot. E sigurojmë një kërë, e fusim ta, se ka qenë një bazë e spitalit vogël aty në Lozë, po e ka qenë një spital për nëjë fash, nëjë diska nëjë plak të vogël, jo për plak të thella. A i faktikisht vis Lozja kështë njës me ra, pika tjera kështë njës me lëshu, na nuk dishtë me ende sa ka ndodhë aty. E ka marrë një djallë, Adnan Spajev, si thujmë në Hansi, një ushtar tjetër e kanë hypë në të veturë. Jo nisë, po ka qenë e pa mundur, nështë jo përvoja vozitës tyne, se kanë qenë djemë 3, pa leje, qarkullimit, pa përvoj, pa eksperiencë, po ka qenë e pa mundshme edhe mi shpetu, se ka pas shumë granatime tash, pra, ta kanë rritë rrugën gjithka. Edhe tu i granatimeve ka po aksident, me skendën e plagosën edhe ganin. Ka ra një murit aty, ta një deri sa e në shku, mi dalë dim prap me hekve asaj veture, me qitë vetur tjetër, skenda ka hup shumë gjak. Ka derë dikun ma shumë se 2 kg gjak. E kanë marrë, e kanë qu në mini spitalin e vogël se kemi pas na, aty ja kanë lidhë dë fasha, sa më mënu mi anal pak gjak derdhen edhe e kanë qu në fshatin Krushec. Ka qenë një spital improvizum me një shkollë, me një podrëm. Aty ka pas mjek të manë, profesionista, ka pas edhe aparaturë të cilat i kanë sjellë ushtria shkrimtare e Kosovës, qysh kanë mujtë, ka i kanë mbledhë. E ka pas një staf mjekësor, ndoshta jo adekuat, po për atë kohë luftë ka qenë fenomenal. E qojnë atje, ne kemi vazhdu deri në ora 7 e gjysmë mbramis, nuk kemi dalë prej asaj pika aty. Keni vazhdu me Ne u kemi vazhdu përballë? me përballë me forcat serbe, dhe sa ata përballë e shpia pavicet ku thash, e pam se ka qenë një gardë, një distancë, nështë një 70 metra largësi, gardë kororë, si të ishim na përpara, e këshin ly me benzin forcat serbe, edhe e pam se ja futëm flakën, kër ja futëm flakën, a i pam tankët se i kem përballë. Tu na arfodhë godirë që nën stop, tu ec, tu qit, tu ec, tu qit, edhe dikun rreth orë 7 e kuptum se pika tjera Kanë rarë. e kanë shu komplet, e kanë lënë, edhe kanë vazhdu mu tërhek pjesa ushtarëve mrapa, më shku, po unë e kom jetë hala në shpinë aty ku është shpia Haxhi Salijit, ku ka qenë, se edhe djali Haxhi Salijit, ose i shpia Regja, ka ra dëshmorë para skende aty, në 2 javë para skende, o vra aty, në barë shpis vetë, në Stikome. Kom jetë unë edhe Nur Gashi. Hala aty të menu se i kemi edhe këta tjerë sa mine, bekimin e komplet shok të luftës se i kishim aty. Por, kur shofim, nësë është kërkosh. O këthy Samia, në brapa ku fatosi, nuk më ka pa, edhe o këthy Samia, o hi shpejt, ka thonë, ik të hecim se krejt kemi hecë, imi të rëthum në tana unë. Nuk ke mundësi Po, më kur këm dashtu në me dalë, për asaj pjesë ku i kemi pas një farë murit të hapun fati janë, edhe një pjesë tjetë, edhe një murit të hapun, ta në ka veç u fut në barë. Aq afër. As shumë afër, as 7 metra, 10 metra ju. Edhe kem kalu në për atë farë vrimin ku ka qenë muri, mrapa murit imi shku ka dale, kur kemi dalë rrugë imi ballafacu me njerë me forcat serbe, në sërigi, po, imi gjujt në ta, edhe në neve. Po fati janë një muri shumë i trash, i gurve, me gurë së është gjithu, edhe jemi fut mas ati muri, e kemi vazhdu ne për abore, mur mas muri, se të thonë vërtetën, sot më shkallë është problemi kalu ato mure. Kur e mendon që si ke kalu? Kemi kalu në atë kohë, une ka pas një shumë atë të ronë në peshë, se une matë majë. Edhe unë esem rrugës
drejt orientimit kur Skenda, Skënderi. Fatkeqësisht, neve na jetë do municion, do armatim, na jeti aty se ishe pa mundur me marrë me veti, po ma e keqe është se na jetën në disa shënime. Jetën disa dokumentacione, na jetën disa harta, e ndoshta as eksperienca jame jo se ja, po kupton se kum qenë shumë i ri, edin po të shkon Skenda nuk kishin jetë ato, po kupton. E na nëzun disa shënime forcat serve, na e kanë zonë aty. Në mesin e aty në edhe dokumentin e identifikimit, letë njëftimin tem, se kisha në atë kohë, edhe ajo të gjithë aty, edhe jo në gjithë disa shënimet tona që kem pas ushtarake dhe plane operative aty. Bile është një thonje, se thashtë edhe ma herët, isha i ri edhe Skënderi e kish fokus Albanin, e kish lon Albani shumë i ri, e kish lon shpendurs, e kish lund vetëm, e kish vetëm ndjallë të hastretit, edhe me një farë fjale u mërzit ka shumë për ta, se e ka lund shumë të ri, po e kish lund përgaditën. Albani ka qenë i përgaditën se Skënderi e kish kalit qysh fëmi, dhe më thonë e kish mësu, pastrojnë arme, çka buon, qysh ngarkohet, qysh bane, qysh pritë njerëzit, qysh përcjellin njerëzit edhe, se miki ky Selma përpara, edhe 2 ditë para se mu plagos Skënderi, dhe më thonë me 13 e bom plan të fatos, do i më shku, tha unë ti, deri në Shqipëri një javë. Dhe të takoj familjen edhe të takoj Albanin, se e kum lënë shumë të ri, shkojshim në Raushec, ka pas një familjar, aty telefon satelitore, se kanë qenë përpara ato, edhe prej aty të komunikoj ke Skenda gati çdo dytën ditë me familja atje, me ushtarak tjerë Shqipëni, se shfrytëzoj ka telefon. Bisedoj ke me ta, edhe tha, doj me shku, tha po mos më tregu këtëne pyethojnë, se doj me shku dhe në Radavc, me këshyra atje me vazhdu komunikimin me njerëz tjerë, që kemi pas njësit tane, që këtë rast Smajlin, Ganin e tjertë, me vazhdu luftimet edhe në atë pjesa njene, se sa më shumë se zgjerojmë pika edhe istikamet të reja, për neve është ma e letë se ja hupim orientimin serbe. U përgatitem, i njoftum bashk luftëtarët tanë, se mos ta kuptojmë se na po shkojmë atje, se ju bjen motivi, ju bjen morali, ku ta dijone. Edhe të nesër më pjethom Skendi, data 14. E premtem, thasha po nisëm, tha jo. Pse jo? Jo, tha se nesër është shtune, tha dhe që 3 ditë nuk ka pas luftime. Ka mundësi. Tha ka mundësi, tha, Serb, tha, kur pushojnë, edhe sidomos Bekendov, tha, ndin me marrë ofenzivet kësia, e unë mos me kona aty, tha, nuk ban heq. Ta prejsim edhe këtë vikend, shtu në dile, tha të honën pashtoj. Nuk shkum edhe ashtu ndodhej në datën 15 korrek, që thashtë edhe ma herët, fillum prej ajrit. Po edhe një sen tjetër, një nëcet se miki pak ma herët, më kujtojt një ras sa ishim në luftimin Lozhë, fshatin Raushec, u vra djali Jasharit, edhe kishran pritet i dikun në bjeshk të ardhë armatim për fshatin e vetë. General Skënderi e murë vesh, e murëm lajmin edhe tha doj me shku për ngushtlime të Jashari. U bomna rrëth 3-4 ushtarë sa ishim aty. Në futin rresht të gjithve edhe tha doj me vazhdu prej këtujt me kong të knu. E ishtë një zonë shumë rrezikshme ku dashke me kalu aty, thuja si buz rrugës kryesore ku pa ndërprej vazhdojshin dhe lëvishin forcat serbe. Ke vazhdu prej Lozhë deri në Raushec të knu, bes sa bes, këngë tjera patriotike, edhe me një anë, i thëmë Skendas, abër, tha, mos të këndojme, dhe në ka vdek njeri. Tha, jo, tha, dëshmorët këndohen, tha, nuk bajtohen. Duke më shku, ka shprej ngushëllime familjes, jemi këthim rapa. Prap, kemi vazhdu. Detyra tona, që është në ka ebë zdorë Skënderi. Pas plagosës Skënderit, që thash ma herët, prej spitalit Lozhës, vazhdojmë për spitalin, një spital improvizum në Kërshec, e qojnë Skënderin atje,
Ju thash, në afron tankës shumë afër, në i thynë edhe murët, çdo stan që ka patëm, arritëm shpëtojmë të gjithë të tjerët. Dhe gjithë rrugës derisa kemi dalë atje ku i thujmë në Luk Baranit të Dezdart, ka pas shumë bakti, që kanë jetë të kollot, të lidhura, më kujtohet se nuk i kemi lënë asnjë lidhën. Me ato mjete që kemi pas, ja kemi prej litarat, kreti kemi lënë të lira me vazhdu se u dit aty se me lozh përfëndoj çdo sen me datën 15 korrekt, se u vrejta e shumë mirë, pe me nxeset e deri mbrami, muj me thonë se as një minut nuk kam pushu granatimet, luftimet të tjerat. E morën informatën se skendën e kanë qu në spital në Krushec, arritëm atje mas një 2 orëve, shkum të spitali, hishin me radhë, shishin, unë veç e pava që shkri plagosur, Skënderi, fillim, edhe me të vërtet nuk mujsha me hi me pa. Nuk isha mësu me pa ashtu Skënderin, edhe kështon ku fatosi, është vra. Dhe që jo jashtë është po, s'po dërë me hi, thë thirmani këtu. Edhe shkova, me ty e pava tani, edhe gjendin edhe, ma të keqe ku i ka plakë, se ishte i zhveshur, u dishin, nuk kesh bisa se lanxhet mjaftushur që du të më jep, kujtohet këshin qenë do Boronica, do sene, që është kanë mujtë me deportu në atë kohë, paka shumë jep, mja këthyja gjakun e humbur, se i ka hupë se s'kishte kushte për më jep gjak, aty nuk ishte laboratora për më jep dikush gjak, se aty gjak ka pas me jep sa dush njerëz, po, qysh me përpunu, me kultivu. Po veç me ato lanxhe me lloj Boronice, dardhe, molla që kanë pas me mujtë pakten me lonë mos mi hup lanxhet komplet, se ka derë shumë gjak. Edhe pava plakti ka pas, dhe më thonë, pjesën kënene kanë abdominale. Komën e ka pas, thuja si dëmtume dhe krejtë, se në është edhe me papështu Skënderi. Ajo komë zërë, kështë qenë, kështë mujtë mi u këthuj në vete, ose ishtë dash mu amputu. Edhe erdhë urni, mi hek për aty, se nuk ka doktor adekuat, çfarë dashkë Skënderit, urolog. Me nisë në drejtim në Mali Shevës, edhe me depërtu në spitalit dikun dhe sfar e ka atje se me tishta a i fshati që shë ka emrin, mi qua nenaj. Edhe thjesht, këm dash me vazhdu me ta, mes me lonë, nësë një minut vetë, se në bashkë kemi hi, bashkë kemi konë deri në atë moment, po nuk ka leju, mu ka lut, me këta djemë shka jeni me vazhdu luftën, me kalu, me dalë, ka lugu i drinit të nenaj, ka fshatrat e Saraderanit, Jablanicës, anej, pikrish ku i përket edhe Smajli, ati fshati anenaj. Kemi shku në natën e parë prej Krushecit, në Strelc më kujtohet, kemi nejtë miste një mangashit, fshatit qështë ka qenë bashkëluftari jani, kemi flejtat në aty. Në mëngjes jemi qut nesit krejt ajo ekip që jemi konë, kemi vazhdu rrugën drejt fshatit Rusuja, se është mes klinës këta. Edhe aty një natë kemi nejt, jo në për shpia, po thjesht kemi flejt në malë, se kanë qenë shpijat e banuar me banor ala aty, ka pas civil shumë, dhe nuk kemi dash me rënë sy me na pa dikush aty, po me do bashkëfshatar aty të ati fshati. Ata na kanë pru me hongër, me pi, dhe rrethi takshomit kemi depërtu në për fshatra tjera dhe kemi mërin në fshatin Trstenik. Fshatin Trstenik imi nalë në shpinë e Ramizit. Ramizi është baballaku i arsimit, vllab generalit. Aty jemi strehu atë natë, të Ramizi. Të nesër mëngjes se kujtimi se ish me neve vllai Besnik Dreshës, e kish një telefon satelitor, se kishim marrë me vetina. Edhe gjurmumna, edhe ram numër e telefonit spitalit, ku skenda ishtu shëru, e gjetëm një numër të komunikimit, dhe aty neve na kum tu lajmi në Trstenik, sa ishim se skenda radhe shmorë. Ra, për mos me vdek korë mu.
Lavdi për dëshmorin Skënder Qeku. Edhe u zgënjim shumë. Nuk më isha me prit atë lajmë. Ish lajmë shokus për neve. Ish lajmë i rënd, rënditës. Po, amanetin e ti u dashke me qunë fund, po, me qunë deri në vend. Aty një pjesë e bashkë luftetarëve tanë, se ishin aty, kishin shtëpiat afër se cili, se Trestëniki, Qyshki, Pavlani, ato, jënë afër një pjesë të tyre, kishin dëshirë më shku me i vizitu familjarë të vetë shpejt pak, 2 orë, 3 orë, 1 orë, mu këthy, thash, mos shkani po, të rrim këtu edhe të vazhdojmë rrugën tonë, po një pjesë shkun, një pjesë nejten, edhe unë prej atyt, kom vazhdu rrugën, zbashku me besimin, me nejmë gjurën, me kujtimin, edhe bashkëluftetarë tjerë. Kemi shku një planicë, pikrisht e familje Smajlit, Elezaj, kem nejtë edhe një natë aty, të nesërën këm lypë se nuk ish thjesht hala luftime në atë zonë, anenej, kish aty këto, po jo luftime të mëdha, nuk ish hala brigadë të formume atje. Rrugova veç që kish formu brigadën e vetë, brigadën 136, në krye me Smajl Hajdarin, komandantin. Edhe i thonë besimit, na dhe me vazhdu rrugën për Rrugovë, ta shofim qësh është disponimi i Rrugovës, nëse nuk bën atë me depërtu prap në Shqipëri dhe pish Shqipërie, me këshyrë mu bashku prap dikon me Ramushin ose me dikon tjetër dhe mu kysh prap në zonat luftë, se me të vërtet lajmë i Skënderës ishte lajmë shumë të rënditës, në ra morali ushtarak, në ra bindja se muj me fitu luftën, në ra s'do stenë që kishim për para, ishte një sen se më të vërtet në atë ku isha edhe i ri që i thash ma heret, ka pas shumë raste se qa kum pa ditën, kum fol natën, kum fol shumë natën, mi leni rast se mi ikim ma heret, Skënderi ka thonë s'di sa herë në lojë kur flejshëm në shpinë e Haxhi Salijit aty, mos i leni fatosit armë afër se po qohet natën në ndrej shkrejtve, kupton? Edhe shkum në Rrugovë, ku shkum në Rrugovë nuk e harroj kurrë rrugës të shku e takoj Adnan Hyseinin, është emrin e njoftëm ushtari, ushtrisht lindtar të Kosovës. E takoj në rrugë, kur e pava Adnanën nuk zova shumë se jemi njoftë që është 3, po se kom ditë kur së është për aty në zonave të Rrugovës, e ati fshatit aty. Edhe ajo gëzu kur më pa, edhe për më thëtë ta, mos vazhdoni, tha më shku lërë, tha se ju keni venin komunal këtu, tha nalën se keni dhondrën e juj këtu, tha e ka stanin, tha në rek talaks, tha është Isuf Kelmendi është dhondrë i fshatit tanë, i fshatit qëshk. Edhe ashtu në dul, shkum të Isufi, unë alem aty, besimi vazhdoj punë të veta, se i kishtë detyra të veta për mi kry, dhe jetoni aty për një kohëz vetë. U takova me Smajlin, edhe thash se ta djemë, se i ki këtu, në këtë fshat, jënë djemë se jënë të interesum, më rështu në luft, me luftu, se darëm se i patëm në me veti, ja vepa të djemë aty. Filloha mi stërvit, ata djemë, në Rrugovë, në rek talaks, begin i numër i madhë vua aty. Ile kur se arrej, Cuf Niksin e Kaplan Niksin e vlazën të vete, stafetin e djemë të Isufit, Ylberin e në dhënë krejtë kohën kam bashkëpunu të hapis të kome, të hapë rova, të shërby njëra tjera të mërshme në bartë të ushqimet, në përgatitje, në sene tjera, vesh në bathje. E u taku me Smajlin, edhe arrete me bo betimin e parë ushtarak në Rrugovë. Unë isha në moshë 3 edhe shumica u frigajshin, pas njëherë të vërtetit që ja kom të rëgu kërkujnë e sta vjetiko. Çdo herë kom përqen, e bojsha vetën 7 vite më të vjetër, në datë lindjen vllaut madh të Halilit. E bojsha vetën 7 nish, a fakt, në isha 7 nënsh. Po kupton 8.
Mirë, për një kohë gjatë, thuja se gati një muj, nejtëm rrugohu, po plap, amaneti s'kinde si amanet, se nuk e mlejke me nejt në atë zonë ato vise ku s'ka luftime, edhe me çdo kush do isha mu hakmarë, nuk mu isha me mu bin me humbin e tina, e të bashkë luftetarëve tjerë, në asnjë mënyrë. I thom një djalit, një cuf, sa ty cuf nikshët. Thash, cuf, rava në kontakte me një bosnjak të malit zi, me një gjatin, nuk du m'ja përmen bjermin, se ja vlenë shumë ja përmen bjermin, po nuk du m'ja përmen bjermin, se tut nësi i bëj dëm në malin e zi, se nuk kam kontaktet gjata me të më kanë hupë kontaktet. A i djali ka një mu luftës shlimtare shumë, ushtarëve tu që kesë. Njëri për tëne, ma ka marrë dhe s'mejle lezën, plagosën, e ka barë, ta edhin që shë ka barë për malëzi, që shë ka qu deri në Shqipëri, në gjati. Rastin tjetër e ka barë të vlavën e komandantit Ramush Haradine e Enverin në gjati. E ravane në përmjet dëmizve në lidhje me të dhe në gjati ka qenë shumë djali besueshëm dhe ka jap kontribut veçantë për ushtrinë shlimtare të Kosovës. E për hir të familjes tina, për hir tina nuk du m'ja përmen bjemnë se tut nëse i bëjt dëm të shteti Malazez atje. Dhe ka në gjata shumë, në bjemna ka tillë. Thash, unë e kom vendosë me ecë për rrugovës, ushtarëve mos ju trega, le të presën se po shkojmë në Rëzhaj, po unë nuk muna me nejtë në rrugovë mose, nuk ka luftime, s'ka zhvillime, nuk dija pritet me pas luftime në rrugovë, unë do me vazhdu në Shqipëri, fillimisht kur shkoj në Shqipëri, nuk është ku mas pare të familja Skenderit, të Albani, kur shumë i vogël, të Vjosa, Saranda, vajzat e Skenderit, të Ziza, me i taku pak edhe më këthuj prap në rrugtimin tim. Shkohatën e gjati, nga priti mirë shumë, tha po, tha sonte jo, nesër tha, përgadit në edhe unë e qenini. Unë e kishim dhe armë gjata, në veti, armë të gjata tha jo. Armë të gjata nuk e dojmë i marë në kërë, lejte unë e këto, ti qëj ku dush, ku të mësush, qëj fizikisht, qes deri në Shkodër, se ish problem, mu këthuj prap, thuja se rafshi duka gjinit rak krejt. Neve na hupi tani komunikimi me Ramushin, s'keshim komunikata që është mu komuniku me ta. Kënina pjesa e madhe, thuja se veç fillon gati me kap një panike madhe, vëbëllate, mu frigu se më të vërtet doj me hup luftën, po fatë mirësisht gradualisht, tu mobilizu, tu forcu edhe vazhdu më tuti. Në mërë në gjati mu dhe cuf nikshin në një vetur pasat se ka fast në atë kohë, edhe nisëm drejt Beranit, në dalet tunelit Beranit Malëzi, kishtë qenë posblok edhe forca policore serbe malazeze, nuk kanë lënë asë një vetur pa nalë. Në nalën e aty, dokumentat, ja vepim, ajna prezenton si refugjat, jenë refugjat për Kosovë, po ishe pa mundshme pa në arrestuni. Kanë dyshon. Pa, në e qëtën plangat, me njerë, në heken prej kjerët ti, ata e lirun si shteta si malit zi, edhe në mura neve në qumë Beran. Kur në qumë Beran, plus stacionin i sallë e madhe, kështë qenë më shqiptarë të Kosovës. Mesin e të një dhe graka pas, dhe vajza. I nifsha 3 djemë, për luftës ishin djemë tu që kesë, nuk dojsha as më këshyrë me ta, frigojsha ka kanë ardhë ata aty, si kësha pa për i zonat të luftës. Njonin për tëre fillun, para se më marrë rani mu me rejnë në prezencën tanë, po, mbi gjitha, e thëmë 100%, se i kanë liru të gjithë për pos me edhe të cufës. Krejt, ata njerëz, sigur të në konë afer 100 vetëve, si në konë stacion. Krejt janë liru në ora 2 ditës. Pastaj, kanë fillu torturat. Pikrisht qëllime konë të one, dhe ju thashtë edhe ma herët një pjesë e dokumentacionit, ta në jetën në betejën e Lozës, ku marrë vesh mas luftës e letër niftimi jam,
ka nejt i vjerën në shtëpinë e madhe, më pej, kanë kapë sërbt aty, ka nejt me javë, me muj, mos përshkon dikush në e familjarë jemi me tërheke dhe me arrestuaj, ku më di që ka me bo me ta. Edhe, jo në dëjnësit të këtu se edhe treke, edhe mas 5 minuta vike të epke një cigare, dhe me pi një cigare. E cigare, normal se u dash kemi pija, po kupton se edhe e pesha, fatkeqësisht. Po se edhe është e që i këtë tjetërin, kush ta me dhejsë. Apet, në epshin ka i dajak të mirë komplet. Edhe vjen komandanti i stacionit, edhe thirrët se është shqiptar i asimilum, po kupton. Thot, tregon vërtetën, bashkëpunon me neve, se s'ka më të prej kërkush, absolut në dorë, tregona për luftën, për senet. Unë në asnjë mënyrë nuk pranoj se dhe që unë i fshatit qyshk, shpinë e kom buz asfaltit, lufta dhe i zbejnë, tana onë, sërë po kalojnë, po gjujnë, i mikë me familje, unë i më refugjatë dhe kur gjutë tjetër ma shumë, absolut hisju. Mirash kur në kanë maltretu deri në ora 3 mes natës. Jo të rejhun, po ta mund gjështë kanë ditë me bo ata. Mire kanë lutë cufën, se cufa s'ka pas as një shenem se kanë pas për to, po nësë një mënyrë s'ka pranu as, nuk o pajtu, po i ka majtë qëndrimet e veta, ashtu që i ka majtë. Nuk e arroj kur një Malazezit, nuk e dijam një polic, a i nga ka mbështet, nga ka përkrafër një kohë, se stacioni i policisë në Beran ishte stacioni autobusov kapën. E një farsalët vogël ku në ndanë aty një hera, i qeli një drejtare, i api njoni dëpare, i blev një qokolatë shpejta dhe hanë shpejta, dhe api ju i tha se ushqim s'ke një hongër, dhe milësina të manë, për një kohë të manë. Edhe për më lutë, po thot nëse dënë me ik për veceje, po si besojsha. Këtëse për drejtarës vecejes, vazhdo drejt të malit për pjetë, ku shkrish në fund të ki do t'ela gjemba kaleja netha dhe del në drejtër shqiptarëve, po si besojsha ati faksi se është qëllimi kurdishin e tyre si dalë të vrasin që aty dhe u kryja emision. Përfundimisht u vendas me nga këthuj neve për Kosovë, se nuk pajtova në asë një mënyrë në me bashkëpunu as me komandantin e stacionit, as me kërkonin, edhe po më thot komandantin e stacionit për rejt taulinën, po thot ta i gjallë nuk del për këtuit, pa të regu për ushtërin shlimtarët Kosovës. Që mundi me më vritë, prajnë një kur doni, po nuk di kur gjo. Edhe një kostish më shkojnë sytë një televizion i vogël, që shënë konda televizionat vjetër në zyrat komandantit. Edhe dishane për mu se e pat misioni jam aty. Momente se të më këthejnë pej, mu më dërzdojnë atë njësin ku vëtheske polici famë keqë Shënipuri, se është vra në luft. E disha se ata të stënshojnë më të gjallë, po në komë të vrat, trahetojnë bile dhe kryet e mision, po jo tortura, maltretime. Edhe po keshë, unë e thash po, thash du më të regu diska për u që ke nuk kesh, tha, po thamë tha mati, të regona, tha, folë, tha, bashkëpunon me neve, se na klirojmë, tha, së më marak. Thash në loje me ka njëherë, kur përcesin ora 7, thash, pisho, o qua të më ka ra me bokse, me kritë, më ka gjytë nërë taulina, e më kanë marë tani, më kanë maltratu bagi shumë, në ora 8 natës, një nërë me në marë dhe një pizgaver, edhe me në që përpij. Kur ka nërë, pi thëmë të sufë, thash që ti durët për para të përgadite me në lidhë, mësë në i lidhë në durët mra pa shpinët më që me në i lidhë për para. Se thash që ti durët për para. Isha ma i ri, po një intujatë dhe një përvoj ma të mirë sa i shumë, sa ishë 10 vite ma i vjetës të une, po isha të qysh ma i gjallë, ma i lindu në vetë. Edhe nuk në i lidhë në durët, farë. Hypim na, apo harrova a i polici Boshnjak ma ka vledhe një pacit cigare dhe një shkrejpës. Ma ka japë. Se pas ka pas me të keq, kur të ka thonë? Se ka pas me të keq, po. Edhe kur na ka hyp në të farë i veko kjeve si bartën, së ku një stja speciale, se ka nësë të burgos në ta, ku ta di unë, ishtë një kjeve treja shumë malazeze, ishtë shumë shpejt, po deri në daljet tunelit në ka përcel edhe një kërë tjetër mrapa. Kur kemi hinë fillim, i hitë të rëzhaja, bikon rrëth gati 4 i mëngjesit, a i kjeri u këthuj. Para mrapa e pa më nadhë u këthuj prep në drejtim Beranit. Pithëm të cufësëne, se ishtë një vrim e vogël, edhe është isha revolën shoferit, ku më isha mishti dorën shpejt edhe me tërhek, po më thëtë cufa jo, mos të më të, se cufa ishi rrugovës, edhe në rëzhaja i ka qenë me 100 herë, në rëzhaja ishi hera pare jam e se kalohë, s'ke shkil ku me jam e kur në rëzhaj. Tha se po më duket mu i me hap derën.
derën Po. e asaj far i vekos kombicesh. Kur ka thonë po muna, thash zgjatë të cufështin e gishtin a munësh, a nuk munësh. Edhe nuk ka harrejmë shesha kretë kohën cufë, s'ka dale durët më ngojk, në ena që të pjesë prova, se e disha se pjafrohën pejs. Me hinë pej, e pat misioni janë, batë. Edhe legjekoj isha ma mirë me këcy me kokë në asfalt, me vdekës aty, se sa mirë la i gjallë aty në ndorë. Për thëmë ati policët, a mu i me lejnë cigare, se si besojsha cufës. Tha po dheze. Tha shë me hep shkrepzën. Unë e shkrepzën e kësha në gjepë, po prapë qëllimi jam ish ku të me hep për atë vrimin me kapë dhe me hekre volën, apo kuptan? Po cufa ma kanë gjitë në dorë dhe ka kapë vetë. Jo, më shau, më të vërtet më shau. Tha, pse e pinë cigare në Serbesh, po të thë zashtu të pushët cigare, maj këtë tje, ne ma shu palasë, po kuptan? Pse e pinë duhonin, kërës marë shkrejt nonën, kështu ashtu, po kuptan? Po prapë ma dha. Ma dha, lejzat cigare në kombin. Kur imi kap daca i përpjezë dhe se vozit ke shpejt, hes ke shpejt shumë kjerë, cufa e njëf ke mirë teritorin, edhe ju afreshëm për dacave aty pjesë të hajles më kysh në rrugovë afrat. Edhe ku të këcejmë, në mujtë me dëpërtu me hi prapë në rrugovë. E ka qelë cufa derën. E ka qelë vish pak edhe mojke kështë. Edhe i shoferi vë thot ati kolegës vetë se kesh përpara, po shanë, po thot, shpejtësi nuk po ma hupë motori, po ushtënë. I kjerët. Po. Edhe se ajrë e këthin zhurma që është. Edhe unë e disha se me këcy unë e cufa nuk këcen. Jëmë kun i bindu 1,000,000% se nuk këcen. Ja kun gjitë cufës në qafe, kun qilë djerën parën e kun gjitë cufën. Tani kun këcy vetë, dikun ashtë në 70 km në orë ka qenë të vozit. Kur kemi këcy. Edhe unë e për fatë kesh, dhe ta e ndalë shumë shpejt, kanë shti ndajrë, po unë e kur këm këcy, jem lanë kraj e më rëtullu, nuk jem lëndu shumë aty, e këm pa një shpi edhe një prokolit se kamionit ka qenë anash e nej. Po nuk e këm ditë se shpia aty në thejla atje poshtë. Edhe nata tërë, edhe këm hecë për këtu, këm dashme në shukomin, jem la 3 metrat e poshtë, jem la në beton. E jem la me të rije, këm thuj me gishta, me brije. Në të na ontë edhe jem ikë mrapa shtëpis, jem shtetë mrapa murit. Ata e këthujnë forshin radio lidhe, bërtetëshën, gjyten me armë, i nisha dësqetu, lema, lërga të ata ishtë në kontu i nikë cufën mrapa. Cufa thot se këm vrapu mdoket 100 orë, këm puta dhe tela me kom, asë i këm vrejt, ka jem të shku. Unë nisa mu los, ja nisa më shku gjakderë dhe ftyres, trupi tof, ishën do drut palume, ma i shpisi kish palume, këm marri drut hollë në dorë, se unë isha në terra ta për dritë, ta shku ta afrohen, bile me qa dru bëj diçka, po kuptan. E kom kalu do të raba, mi në zitë shkurta për mi dru, edhe kom pa dë bredha, si me degë gjona për fund, jem shku zhag, jem hi nër bredha. Ata ka nejt një 15 minuta, nësë kom livit për bredha veç aty. Kur e në këthuj ata, jem dalë për bredha, me hinë bredh tjetër, peshon një autobus, bardh ke pej klin, autobus lokal, bojarit tërës një klin, e së me një fra dhe pronarin. E shot parkum të një shpinë qosha atje. Edhe, thash, autobusi bojarit. Jem shku, ka dale të autobusi, i kom qelë dhonë shumë dyrë të autobusit, jem hinë autobus mrana. Kër jem hinë autobus mrana, atë e kom pa vetën se qëfar gjendje jam. Edhe pe autobusit e kom pa një Balkan, i kom pa do kule, do shamijat bardhat, non aftana, që kanë vesh të në hershit. Jem dalë, po e shpia o dashke me dalë prapë rrugë kryesore në asfalt, e me ranë zilës se me himrana, e shonin një e rrugë e më këthy prapë mas. Kom qëndru dhe për një ku. Kër jem dalë se kom pa kërkonin, fati jem, kër prekja dera e hapne, dera e qelne, në vish dera këtu kryesore qelne, një koridor 3 metra, prapë me derë tjetër, vish koridor e ngusht, me derë këtu, të një dera e hymjes shpis. Binë zile, del një gru, mas dista herë të ranë zile, më folë shqip, hador në thash, ha bërderën, të lutëm. Jem kalimtaj e rastit. Kur qohet një djale qilë derën, a i kështë qenë të zak i fshatit tanë, eshë unë nuk e njefsha një naimi komunës Deçanit, Carabrejmët, naim Demhase, dhe të zak me ko një rej. Unë se njefsha, shfar të zak, kush jete. Ata më kanë strehu dhe shkurtimisht, mira shkurt sa i pune, në gjatë e si ja përmene emrin prap, kom që njerës të në gjatë si kësha nevoj shumë për shërim,
Se isha i lomitën, e kom që Naimin, Arën e Gjati, kam Arën. E Gjati, më thirë këtë doktorin, më thirë këtë si refugjat, më ka rëzu për i druve, kom hekë shumë, më zërë më shëru, gati një mujë më ka shku marë në veti, s'kom mujtë as me hongër, as me pipa më atë, më shpirtin, me keksët blumë. A nejtë Sufa ka pas problem në Rrugovë, ku këthuj se o konë thik me 2 teja për të gjithë. Kërë këthuj e kanë kuptu lajmin, se a i ka pështu për mu ka menu se kanë vra, ka qitë në kurth, kanë dashtë edhe kanë temptu edhe me burgos. Se kom pas bashkëluftetarë shumë aty se ju mlonë mrapa në Rrugovë. Po në arrita me ranë kontakt telefonit të Rrugovës, edhe kom folë me Smajlin, ju kom lejmë nusë, unë jem në gjallë, kom vetë për të Sufën. A im ka të regu, tha, na kemi menu se mos na ka thonë të kodën, me kom thonë jo, ashtu është, mos ka po kush me prej kur gjose. Kështu ka ndodhë rasti. Pas shërimit plot, prap me të Sufën, Sufa a këthy prap në zhajtë e onë, kom vazhdo rrugën për Shqipëri. Shqipëri, jem shku në Durrës, ku e ka familjen Skënder Qeku, e kom taku grunët i Zizën, Albanin, Vjosën, Sarandën, kom nejt 2 ditë aty, e ma ndej kom vazhdu drejtimin për në fshatat rreth kufinë e Shqipnisë, aty ku në Elshan u stërveqen ushtarë të ushtërisë lindore të Kosovës, ka qenë bazë aty. Aty kam shku, aty kom taku komandant, edhe kom kërku me kriju një njësi, ma kanë besu, i kom zell 30 ushtarë vetë, në mesin e tyne i kom gjetë dësi i kom pas ma herët prej logje, glëgjanit e visëve tjera, e kom bu një njësi, ta mën për 30 vetëve, edhe generali Agimi vetë ishtë futë në Kosovë. Në atë ko, ne morëm vesh në Koshare, të një ma bo masonala, po qëllimi im është mos më nalë në Koshare, po dashke me kalu për Koshare, për mu kyç në për fshatra tjera, se kur babajt bokse me ranë një niki pyrë, niki tani me depërtu, me shku të Ramushi fillimisht, për Ramushi tani me ndimin e tina me depërtu me shku të Agimi. Edhe në ora 3 natës më nalin policia ushtarake dhe nuk më lejojnë me kalu në Koshare. Ish prilli, mas thymës betejës Koshares. Dikun është 3-4 ditë, 5 ditë. Mas 9 prilli, të 15 prilli. Edhe nësë një mënyrë s'dojmë edhe kem të ardhë gati deri të nga trejsa me ta. S'dojshë me pranu, ata s'dojshë me mlonë me vazhdu. E thështin radio lidhje Rustem Berishën, aty e mësova se është Rustem Berisha, thështin Gjokeri, me pseudonimin e vetë. A i tha letë pret aty se ta është vijon, edhe e ndëgjova një vetur kur edhe se natën një në krizmat. Qetësia vetë erdhë, komandant Rustemi mas një 20 minuta. Po i prezentona kush jam, ma i mu prezentu, tha ko kem bashkë fshatar, tha unë jam i dober doli, ty qyshkit. Tha unë me Agim Qekun, i mikon luft kratësi bashkë. Tha unë kom dëgju për ty, ngushtlaj për Skenderin. Kom dëgju, tha pekresh për ty. Tha më bon nërë shumë madhe se kom nevoj shumë për ty edhe këta djemë se i ki mas. Me më nalë në Koshare. Ndjej, tha, si luftove në Koshare, si luftove në qështë, si ndo përdal. Për një qëllim na kemi ardhë. Këto me luftu. Më bon nërë më nalë. Edhe më ka binë Rustemi. Edhe jem nalë në Koshare, se nuk ka qenë qëllimi jem më nalë në Koshare. Jo për diska, po, se si Koshare, si qyshki, si Logja, si Glazani, ishin visën në luft, ishin trevat luftës. Edhe i kom thonë komandant Rustemit, thash po, unë nalë në Koshare, po nalë në minis qëllim, thash. Eroje nuk bëj, vesh kur nuk bën hiç. Thash, nalë në minis qëllim, ku jenë vijat më të forta të frontit, kur zhvillohen luftimet, aty du më shku. Me këta djemë. Kur s'ka luftime, du me pushu, du me nejtë. Çdo moment, krye në vitna, ku ka luftime, aty tha, po, më shku në rastat e Fadile, tha, është pika më rrezikume, se tentojnë çdo herë me thyjat pik, me marrat pik. Aty tha, ka luftime të pandërprej, edhe kemi shku të Fadili, na ka prit shumë mirë, edhe kemi vazhdu. Aty aksionet, kemi vazhdu, aty betejat, pandërprej, në plagoshin shok çdo ditë.
Nuk e harroj rastin kur me 11 maj u vraj Zet Beqiri, Babaloqit. Zeti ishte një djalë shumë i ri, po e kishte edhe djalën e miqt vet. E kishte një si tjetër anena, e kishte ka deltat. Edhe më thot mu, më jep një radiolidhje, se i kishone, se do ke gjatë ndërrimit natës, ku ishte me komuniku me ta. Me 11 maj, paç jo luftimet mbaja, po kemi bo, nështë unë me njësi temen, vija erore si ka pas as 500 metra, kemi bo 2 orë me më rri deri në vijat frontit, se qas ka pas granatime luftimet mbaja. Edhe u vraj Zeti, kemi hek shumë e tërhek trupin e tina, edhe e prom e shtim me një farë do bollushtrat mbaja, se atë dit ne me ndum se po merat kosharja prap i forca serbe se na këthyn shumë rapa. Na këthyn shumë rapa neve me pozicionet tana kur i kishëm. Me kilometra na këthyn rapa forcat serbe. Një detaj, në luftën e Kosharës, du me thonë, se kom thonë kur, as du se i thash sot se kom përmen kur, është hera parë edhe në opinion, edhe gjithkohon se si kom të regun, as familjes time, as fëmija mi nuk dim kur gjohë, për as një betej, ju betona, kur njët s'kom folë për luftën. Unë kom qenë moshën 7 vjeqarë, kur vllavi jem, Halili i Madhi, ka shku në Gjermani. Edhe kuptova në luftë, më të regoj Rifat Qeku dhe Besim Qeku se Halili ka ardhë prej Holandës, edhe lypet e një grupë holandeze se ka shku në Kosharë, është në luftë, s'mu isha me besu. Në Kosharë, gjatë atyre ditëve, unë e kom kërkush dhe ditë në për njësi tjera, e lypa atë të grupi holandez, kërkush s'mep ka asë një informat për ta, dhe thash, sigurisht ka ndash në babut qefin, Rifati e Besimin. Një ditë për një ditë, i qej dhe ushtarë të mice, isha komandant i njësisë Kosharë, njësia me ka se njësia komando, jo kom lu në emnin vetë, edhe i qej në Padesh, pjesë Shqipnisë, me në marrë ma shumë cigare, e sen e tjera s'ka lypshëm, se fatë mirësisht njëve cigarët, në vishin, i organizoj ki brigada, në vishin ka një faqit në ditë, çdo ditë në kanë pru, po në pishim ma shumë, jo në vdashke një sen për higjinë me marrë. Para kishëm s'kishe ku mi hargju. Njësia topave, artilleria topave krye me komandant Fëris Tërsnjemen, se është e prorë ushtarak i Shqipërisë, ka qenë atë pjesa nejna, në territor Shqipërisë. Edhe ju thomë ushtarëve, kur shkoni atje, nësë ju nëzan nata, mos më këtheni. Flani atje në mëngjes, kur vinë pjesë nga verat me përushimin, këthejni me ta. Se ishtë natë, kishtë luftime, natës nuk i dijet, rrugës i dijet. Ishin 3 edhe ata në mosh, tuja se generatat mijat krejt. Atje kur shkojnë ata, ka pas shumë prej diasporës, një ndër ta dhe vllai im se ka ardhur dhe i kanë pyet për luftime, ç'është po ka lënë po nihen luftimet. E pyet dikush kanë ki, komandant. Him Zeqa i Gjakovës, thot fatos sikun. Vllai im Halili kishte qenë me një tend tjetër anej. Ende gjana dhe qote hap tendën dhe kush foli për familjen Qeku, aje këshyrët mos i vllavi Fatosit, se Fatosi ka të lypsës dista koty. Se i kanë të regu si e në Kosharë. Po unë vllai Fatosit, po që shumë pa Fatosit, sa vjeti ka? Se s'ka mujtë mu bindë Halili se Fatosi është komandanti dikujnë, në lukë, më kalonë fëmijë dhe të di se më fëmijë prapë, hala. Pa i mush 18 vjetë. Edhe thët qa marrë me mu, thët jo, na nuk gudzojmë, thët. Marrë me ty prit me nxes, kur shkojmë na. Hajde. Edhe i të regonë ku i kemi karaullën, na ku i kemi bunkerin, ta thët, i kalon doktortin partë, një bunker tjetër, i treti, qatë jo është i janë, ku jemi na. Vllafës që ka prit, për gëzimit madhën të taku, me më pa, edhe e ka marrë një shok të vetin Gjakovës, janë të nësyllën se kanë qenë njësi të bashku, jo një s'kom, na vetëm s'ta u këthym për i pikau, ishtim të lagun, i hekem ato robat të lakta, i qitem u terë, i veshëm tëra, një kafe, i qitem ka 20 kafe me një ven, shto shishit të ujtë plastikës, i shishim ka 2 në të, se kur i qitem 10, i u rrodhë ka krejt. Edhe vjena i djallë, ata 2 djemë, në shenë bunker aty të mund që kishtë thonë hima, a ka këtë të pejës, i thashtë nuk ka dhe, e qita jashtë. Vlau. Se desha ansër vlau. Nuk e desha.
Mas që shkoj, i thomni, bashkëlutetari, Shefqet Gjocit, thom, Shefqet, therabre, këthejnë edhe njëherën, aty. E kanë këthy, kush po duhet i pes, nuk i marrë me buha e gare, për shtim fishekin tytë, a i kom halët problemet e mija, e këshyri. Thashe, kush po duhet i pes, po folë plap, thash unë jam Fatos Qeku, i qysh ku të pes, s'ka mu i bëndimu. A në qatë momente ka hek kapelën Halili dhe ja ka nisë me kajt, ja kemi nisë me kajt krejt, nuk o jetë kush pa kajt aty. Tha që s'pe një vlam tonë. Në vlam tani e kom njofte, ka pas një vlam ma shkort dhe sa dhe ka që shtëm. E ishë një ndjene emocionale shumë e ronë, dhe me taku vlam në luft mës me njoftë. Ish shumë e s'di që është me ta përshkru. Kemi nejt të nditën gati me ta që jemi shmalë që ta manë si vlau me vlau, 10 vite po. Tani aty e morën verë se ka ndodhë masakra në qëshk, se i kishim do radio kështu militarë, su mushin me reza, me s'ka jenë kuna ato. Unë ishën çdo ditë se po lypen njerës qyshku të s'po gjinën e kuptum. Tani unë e kom kuptu me generalin, se kush është branë qëshk. Aty Halili, ku ka dash më shku e ka hek një antiplom në vetin, se e ke shpru prej Hollandës, e tha, meret ti, tha, se unë jem në pjesën a nena, i nuk më duhet kur gjumë. Me 29 maj, ka pas luftime shumë të ashpra shkum në plap natën, edhe njësin se kom pasë, njësin komandi, kom pasë shumë dhe djem pregaditun, dhe djem se cili me ka pak përvoj të luftës në për zonat në ndryshme se ashtu dhe i zgjolla vetë. Milenioni për të në koni Fuad Gjuka i ndjerë ka vdek para 2 vite, më vike komandan bre. Se kisha qef me arritat pjesën prap se na morëm shkijet me mrinë territor në pikat tanat prap, çdo ditë. Me ecë për para. Dhe ke lirat po shojnë pak për. Dhe në lera se jemi lodhë. Edhe atë natë kur fotëm në atë pjesën aty, para se mu plagosën e, po më thojnë bashkëlutetarët e mi, se jemi të hi në zonë shumë të rrezikume. Jemi të hi shumë fëllësi. 3 ma mrapa, thash, jo, që të dojmë nalë. Që të dojmë nalë, dejnë me nxes, prap me hecë për para. Edhe aty më plagosën e, për granate, Kara granata shumë afrat më kam bulu komplet me që kom pas rrethit, kam bulu me gore, me zdallë, me krejt. Fal antiplumit të Halilit kom shpetu, edhe nuk e kom vrejt njerë në fillim hesi jom plagos. Absolut, nështë ta 10 minutat e parë, jo disa e kom një gjakit, më shku të poshtë tuf, edhe nalë kër e kom prek, se antiplumit që është pjesa e granat ka qenë shumë e madhe, ka hi kënej dhe ka depërtu për funin arsetlës. Në thonë ka jetë halajë në zejtë, edhe në 2 komë një kanë kohë. Më kanë marrë bashkëlutetarë shpejt, më kanë qutë doktor tanë, ku i kishim aty në koshare, në rovën e vetë, karullën e vetë ku i kishim doktor. Ma kanë prej minzi pancirin, se nuk kishim qësh me hek pancirin, se ishtë prej dhe e fut në nelt, edhe ka ishtë jetë në pancirë. Në antiplum, nuk kishim mu heka, ja. Ma kanë hekin, më nuëm mjekutha, po na këtu nuk u dzoj me bo kur gjohën me këta, se nuk mu e hekim këtë prejllë, prej këtuit. Du të me konë tamon spital për mu. Hek këtë prejllë, mu kohë pas kohë, ma hop këtë vendije, nga njerë se ishin të varë të qafe, se kish prejken tam, kish dëmtun tam, ma hop këtë vendije. Edhe deshte me transportu më shumë për Bremca, thash jo. Pa u bo me nxes. Pa krejt shok të luftës, apo më kthejnë në gjallë. Shtartë e misi kam. Unë nuk nistë. Edhe ashtu ka ndodhe, këmë prit krejt dhe në ora 9, kër më kanë këthy. Prej vjavë frontit. E më shkoj, këmë taku vlavën, Halilin. E këmë e plajme që më plagos. Që falë antiplumit, më shpetaj. O mërzit shumë. Edhe aje edhe këmë vazhdu tani për shërim. Në Tiranë. Që më ka që hospitali Shtarak. Ati e më operu. Edhe deri mas luftës, tani falë lufta
përfundoj shpejt, veç në qershor. Filloj për 12 qershorit dita shlirimit Kosovë, e tutje. Kur je kthy pas shërimit tash në Kosovën e çliruar, çfarë ndjenje u kom për ty? Kur je kthy ndoshta në fshatin Qëshk ose me gjitha ato humbjet që i ke pas? Unë sa isha timeve. të rikuperu, të shëru në Tiranë, nuk isha ende në gjendje për mu kthy. Po. Edhe u dashke me prit se bazat në Tirana që kanë qenë të ushtrisë ligjëntarë të Kosovës, i këshim fillu, mi bu organizimin, mi kthys plagosit në Kosovë, në mënyrë të organizume. Po une, gjatë shërimit dhe atje, takova djalin e dajes Muhametin, Muhamet Mavrin. Duhet me njoftë, dhe jo është amin e njoftën, i gazetës Epoka 3, e kom daj. Babën e ti e kom vllatë nonës. Edhe Muhameti ish në ngjarje ish me këto celulat e ushtrisë ligjëntarë të Kosovës, edhe më tha jo, ti më shku me ta, tha, po vjen me neve se kemi më kthy natha të organizuar me kerën, mas nesër, jo në këtë gjendje ti me autobusa, edhe jem kthyer me Muhametin e me shumë bashkëluftëtarë me emër aty, si i Mal, se ka qenë Suleiman Selimi, shumë tjerë aty mos t'i përmeni krejt me emra. Kemi arë në mënyrë të organizuar deri në Strelc. Në Strelc, PS, ta kishim pas një takim, dikun afër Strelcit me Ramush Haradinaj. Aty në alta dhe për më thotë Muhameti me prit në kërth se nuk mundesh me konë pjesë e takimit, tha dikun një orë e gjysë, 2 nuk zatë, dhe të qojmë në deri në Qëshk, po unë e kisha të bindje se kur hina rrugëve Deçanit, i pava rrugë të ngushtume, bari i rritën, sa në thash në Qëshk nuk ma mërë mendja se ka pështu dikush mos, se visin ishim gjatë luftës në radja ato se thash ma herët, edhe jem dalë breg rrugës. Në uniform, edhe ashtar një Mercedes, 240, një djali 5, një mentor Sanaja dhe ka qenë djali luftës, se kom taku në Gullagjan, kur më ka pa, o nalë, më ka marrë raj me kërë, se kom prit Muhametin hes, se nuk më prit ke pashku në Qëshk, me di që ka ndodhë me banorët e mi, me fshatin tim, a jetë kush i gjalla, a jetë kush. Edhe, tha, qëj deti shpija, kur i mi dalë në rrugë kryesore, për asë me hitë shpijat, aty ka qenë rruga e gjonë shumë, po ishë ngushtu, ishë rritë bari shumë i madhë, i thash jo mentor në alba që to. E kom falenderua dhe i pava shpijat, thuja se 100% djegne, dhe vike era baktive të vrame kësh pas, rruga shumë ngushtume, edhe kom fillu se i ka prej asfalt aty dhe të shpija, janë i ka një 500-600 metra, kur i me hinë rrugë krejtë shpijat e kallë dhe asë një njeri nuk e kom pa. Dhe më thonë, keni në gjenë hala, ma e ronë, ma e keqe, për mu ma të bindën se nuk ka shpëtu kërkosh, absolut njëtë. Kur jem arë afer, dyrët e oborit kanë qenë në byllë, në shpinë tonë, qenë dyrët drunit, edhe Halili kishë dëpërtu para me e më ardhë, edhe jo kishë po Halili kishë arrit para me e më ardhë, se ka ardhë me njëherë, dhe më thonë, si kanë më rrinë në Kosovë, diku me 12, me 13 kanë më rrinë ata, unë e kom marrë me 17 kom marrë. 17 qershor. Kom marrë në pe, Halili ka ardhë 3 ose 4 ditë para mi. Edhe i kështë e plagë në familje, se fato që është plagos, to shëru është, jashtë rëzikët të është. Edhe ja kom një zonin babes, të rritë shpirti i pashtë, në barë kështë qenë me Halilin, me Avdin, një qike agjës. Po para se me ardhë, harrova, e kom pa modhën e generalit, i fetin rrugës të hesë, thash, dikush, ka gjallë, ka puna mirë. Dhe pas kam vdekë të gjithë. Edhe e kom thirë babën, o bre, Halili, kur ma ka një zonë, nuk zonë. Pa tjetër. Pa tjetër nuk zonë, shumë. Edhe, kjo ishte. Fatos, çka mendon që nuk është fol mjaftueshëm për luftën e UÇK-s? Ndoshta diçka që duhet me ditë gjeneratat e reja që nuk e kanë përjetuar dhe nuk s'është që kanë shumë njohuri. Për luftën e UÇK-s, çka nuk është thonë boll? Nuk është boll, jo, po ton jetën me fol, nuk mundesh me fol çka duhet me fol. Edhe fatmirësisht ka djeme, ka burra se i kanë dalë zotë t'i veni. Edhe une, qysh kom hezitu vetë, mua nuk kisha toleru, po ju kisha bëj lutje për të gjithë ata që kanë luftu. Me dalë me të regu të vërtetën, po vishë të vërtetën e pastër, vetëm ata që e kanë pa, që kanë hekë, që kanë bo. Se me të vërtetë, ne kemi qenë të okupuar shumë vite, kemi hekë shumë zarë, më shliru. Une, mas se periuda kom vazhdu me punu në trupat mbrojtësit Kosovës, me qua dhe ma lërga manetin e Skenderit,
edhe jam shumë i gëzushëm se Maneti Skënderit i ka shku në vend se shumë djemë të fshatit, familjes Qeku për rreth, sot i shërbejnë ushtrisë Kosovës, tamam ashtu që ka darë skenda me po, i shërbejnë policisë Kosovës, edhe kësha pas qefë se mos më nalë brezat e ri me kontribu për këtë vend. Po mbi gjithë edhe një, i falenderoj dhe thmi të Skënderit, Albanin, Vjosën, Salanda, se nuk e kanë qu munën e babës dam, nuk e kanë këspërdorë, po janë rritë, janë shkollu, janë eduku, janë të punësumë se cilë me njerës, e zizan i grupë burnore, pa burë më thmi të vëgjël, dhe më thonë jam mirë njës shumë dajtëne, se kanë arrit me rrujt vlerën e Gjeneral Skënderit e të familjes tonë. Edhe në herë lavdi për dëshmorin Skënder Qeku dhe gjithë dëshmorët tjerë që janë gjatë luftës. Unë po të falenderoj shumë ty që e di që është hera e parë që po flet për përjetimet e tua gjatë luftës. Po, hera e parë. Faleminderit shumë, respekt pa fund për gjithë shka që keni bo atëherë, ju personalisht dhe gjithë tjerët që kanë marrë pjesë në luftën e shenjtë të UÇK-s. Ishte nder dhe kënaqësi e veçantë për mua. Faleminderit. Atëherë, miq të dashur, ne shihemi në episodin tjetër. Gjithë mirat.